CNN raporton se Marina Amerikane ka humbur një nga dronët e saj më të shtrenjtë mbi gjirin persik javën e kaluar. Një raport nga Komanda e Sigurisë Detare i publikuar të martën tha se mjeti ajror pa pilot MQ-4C Triton udhëzua më 9 prill. Vendodhja e rrëzimit nuk u bë publik për arsye sigurie operacionale, por një kërkim i të dhënave të shërbimit të zhurmimit të fluturimit Fly Radar 24 i kryer nga CNN tregon se MQ-4C u ngrit nga stacioni detar ajror Sigonella në Itali dhe u zhduk mbi gjirin persik më 9 prill. Droni po fluturonte mbi ngushticën e Ormuzit, por pasi la hapësirën ajrore mbi ngushticë, ai zbriti nga një lartësi prej 15.024 kilometrash në 2.4 kilometra përpara se të humbiste kontaktin me radarin. Të dhënat e sigurimit tregojnë se Triton transmetoi kodin 7400 gjatë fluturimit, duke treguar se kontakti me pilotin në tokë ishte humbur dhe më pas kodin 7700 që tregonte një emergjencë rreth 70 minuta më vonë. Ai vazhdoi të transmetoj kodin 7700 deri në momentin kur u zhduk nga radari në një lartësi prej 2.7 kilometrash. Arsyeja e humbjes nuk mund të përcaktohet nga të dhënat e disponueshme të fluturimit dhe Marina deri më tani ka publikuar vetëm informacione se MQ-4C udhëzua. Prodhuesi Northrop Grumman e përshkroi Tritonin si avionin pa pilot kryesor në botë për inteligjencën detare, mbikëqyrjen, zbulimin dhe synimin. I pajisur me një motor reaktiv dhe me rreze veprimi prej 8500 miljesh, MQ-4C mund të qëndrojë në ajër për më shumë se 24 orë. Ky mjet ajror pa pilot është një nga më të rrallët në flotën e marinës amerikane. Northrop Grumman thotë se u prodhua vetëm 20 të tillë dhe gjithashtu një nga më të shtrenjtët me një çmim prej rreth $240 milion secili. Kjo kosto është më shumë se 2 fishi i kostos së avionit luftarak të padukshëm F-35C.